25.000 euro është dënuar për shpifje kryetari i Kuvendit të Kosovës Dimal Basha nga gjykata themelore në Ferizaj. Padine ka fituar Mustaf Grajinca rreth disa shkrimeve duke pretenduar se Basha kishte publikuar përmbajtje shpifse dhe fyese në lidhje me aktivitetin e tij biznesor dhe funksionin publik të botuar si opet personal të tij në vitin 2019 në gazetën Insajdere. Aktgjykimi nënshkruar me 22 korrik 2025 nga gjyqtarja Krishnike Zymberi Beqiri përmban disa dispozita të rëndësishme. Detyrimi për tërheqjen e shkrimeve sipas vendimit gjyqësor të cilin e ka siguruar Gazeta Nacionale, Basha detyrohet të tërheqë shkrimin editorial të publikuar me 1 korrik të vitit 2019 në gazetën Insajdere, si dhe shkrimet të tjera të datuara me 22 korrik, 10 shtator dhe 30 janar të vitit 2020 të publikuara në llogarinë e tij në Facebook. Gjykata ka shkuar dhe më tej duke urdhëruar që Basha të kërkojë falje publike për zotin Grajinca si në portalin Insider ashtu dhe në llogarinë e tij në Facebook. Kjo duhet të bëhet brenda 8 ditësh nga plot fuqishmëria e aktgjykimit nën kërcënimin e pasojave ligjore. Po ashtu kompenzimi prej 25.000 eurosh duhet të paguhet brenda 15 ditësh së bashku me kamat ligjore prej 8% që fillon nga data paraqitjes së padisë me 22 korrik 2019.